Familja Zeqiri nga lagja Radishan e komunës së Butelit nuk është përngullur dhe as që ka ndërmend të ndërmerr një hap të këtillë. Këtë ka thënë kryefamiljari Femi Zeqiri duke përgënjeshtruar zërat e ditëve të fundit se familja e tij ka mbyllur shtëpinë dhe ka marrë rrugën për të shpërngulur për Gjermani. Ekipi Alsatm ka vizituar sot këtë familje në Radishan, e cila më datë 13 prill mbrëmjen e zgjedhjeve presidenciale ishte sulmuar nga aktivistë të VMRO-DPMN-s. Kryefamiljari Femi Zeqiri thotë se ata do të qëndrojnë në lokalet e tyre pasi nuk ka ku të shkojnë gjatiu. Disa familjarë të tyre për momentin nuk janë në shtëpi, por ky fakt nuk do të thotë se familja 40 anëtarësh është përngullur. Jo, nuk është e vërtetë që ja kemi vendosur drynin shtëpisë, rreth 20 anëtar të familjes këtu. Nuk largohemi për këtu as se si nuk largohemi. Kemi komunikim edhe me zyrtar shtetëror. Faleminderit edhe për tyre dhe ne vazhdojmë dhe më tej të presim ndihmën të tyre, pasi ne nuk jemi persona që kemi bërë ndonjë për vetëm se ne jemi ca kisulmeve.